Nga ana tjetër çfarë kemi? Patëm një prononcim të zonjës Balluku në emër të Partisë Socialiste dhe në emër të 16 deputetëve të Qarkut Fier, ku nuk do të lëviz numri bashkive të Qarkut Fier. Në realitet çfarë kemi? Propozimin e Komisioni Reformës Territoriale na del që Qarku i Fierit nga 6 bashki do jetë 4 bashki. Patosi do t'i bashkohet Fierit, një çmendurim më vete, që të marrësh Patosin ta bashkosh me Fierin në gjitha të distancë dhe një Patos që ka vlera si bashki, ka resurse si bashki, ka një performancë. Si e shpjegoni? Pra ju thoni që qëllimi i tyre është për efekt elektoral. Përse? Për shumë efekte në fakt. Ndër të tjera, shpjegojni pak. Fieri, shkrihet bashkia e Patosit me Fierin, Divjaka me Lushnjën. Dakor. Ta shpjegojmë pak elektoralisht. Si përfiton Partia Socialiste? Shiko. Nëse është ky qëllimi kryesor i saj. Në rastin konkret të bashkimit Patosit me Fierin, më shumë se elektoralisht është një mentalitet dhe një orientim, do ta quaja, e kësaj mazhorancë, e këtij kryeministri për të përqendruar sa më shumë pushtetin në pak duar, duke zmadhuar bashkinë, duke vënë një kryetar bashkie për Fier dhe për Patos, duke përqendruar pushtetin në një dorë, duke hequr Patosit, që është një bashki që ka resurse, ka Socialistët dhe bashkia e Patosit. Çfarë humbet partia? Domethënë, çfarë kërkon më shumë Partia Socialiste? Se dhe Patosi e thash pak më parë, te rasti konkret nuk shikon më shumë përfitimin nga ana elektorale për përfitim të pushtetit, pra të pushtetit të përqendrohet në një dorë. Dhe për mendimin tim, Bruna, ne duhet t'i mshojmë fort mënyrës se si procedon ky kryeministër. Pra, kemi një përqendrim të pushtetit në duart e qeverisë. Ne për bashkitë duhet të ngrëmë fort zërin, përveç largimit të shërbimeve nga qytetarët kur bën përqendrimin, ne kemi një përqendrim të financave te qeveria qendrore. Bashkitë normalisht sot që flasim nuk kanë asnjë gjë në dorë. Kryetarët e bashkive, këshillat bashkiak nuk kanë në dorë të japin leje ndërtimin në territorin e tyre, por kanë me të kufizuar në disa kate. Bashkitë për shembull Fieri, që ka gjitha të vijë bregdetare, nuk ka të drejtë në gjithë vijën bregdetare të vendosi për shumë gjëra. Taksat dhe tatimet që tërheq bashkia janë shumë pak, për arsye se tërheq vetëm taksa e tatime nga biznesi vogël dhe u vë qytetarëve taksa, taks për televizorin, taks për shkollën, taks për rrugën, taks për ndriçimin, taks për gjelbërimin që nuk ka, por në fakt nuk tërheq dot taksa dhe nuk merr dot të ardhura nga pasuritë që ka. Patosi për shembull, apo Roskoveci, kanë pasurinë toksore të pamata, kanë naftën, por nuk kanë asnjë të drejtë që të marrin qoftë dhe një të ardhur minimale nga këto pasuri të tyre. Gjitha këto i merr qeveria qendrore. Pra, këtu duhet të insistojmë fort ne, si opozitë dhe qytetarët, për decentralizim të pushtetit. Se kemi një centralizim të pushtetit, do të them centralizim të financave, centralizim të drejtave, centralizim të kompetencave që i merr qeveria. Me këtë reformë që synon Partia Socialiste, me këtë propozim të ri? Me këtë propozim të ri i përqendron akoma më shumë që nëse në Patos do të kishte disa vendimare të Këshillit Bashkiak Patosit, siç është tani, dhe kryetari i Bashkisë Patosit do kishte një qasje më afër banorëve, qytetarëve të Patosit dhe Roskovecin dhe Rushdien, që ka 2 njësitë vendore, sot do të jetë qendra në Fier. Dhe ku është Rushdia dhe ku është qendra në Fier? Ku është, siç është Bashkia e Fierit tashmë, ku është Rrungaja në Libofsh dhe ku është Bashkia e Fierit? Ku është Darzeza dhe ku është Bashkia e Fierit? Pra, një territor shumë i madh, shumë i gjerë, zona rurale pafund që nuk lidhen fare me mënyrën se si do të menaxhohet qendra e Fierit dhe si duhet menaxhohet qendra e disa njësive tjera vendore. Pra, janë jashtë kujdesit të pushtetit vendor. Bashkia e Patosit e ka kundërshtuar. Absolutisht e ka kundërshtuar fort dhe më lejoni të them këtu ta përshëndes kryetarin e Bashkisë Patosit, që ka bërë një reagim me rezerva,
por ka bërë një reagim në Facebook ku me një gjuhë diplomatike ishte drejtuar qeverisë që patosi si bashki ka performuar mirë dhe nuk ka problem performance. Atëherë ku e ka qëllimin kryeministri që kërkon ta shkri bashkinë e patosit? Dhe nuk është i vetmi që kanë reaguar dhe që kanë kundërshtuar. Dhe kryebashkiak të tjerë socialistë nuk kanë qenë në dieni, zoti Baçi? Mendoj se po, që nuk kanë qenë në dieni, për arsye se Rama nuk vë në dieni as sekretarët e bashkive, as deputetët e vetë. Unë dua të shpreh keqardhjen për deputetët e Partisë Socialiste dhe do përqendrohem te deputetët e Qarkut Firit, kanë bërë një reagim para disa ditësh edhe në faqen time të Facebookut, ku kanë bërë thirrje 12 deputetëve të Partisë Socialiste. Janë 12 deputetë që po të duan ata, kjo reformë nuk kalon në parlament. Mos të votohet, se ajo është hedhur. Rama ka filluar të bëj një lojë tashme. E nxori si propozim dhe shikon reagimin. Dhe menjëherë thaj jemi në konsultim. Në